nuk ka leje ndërtimi në Bregdet pa kaluar më parë në analizën e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. I krijuar vetëm pak ditë më parë me miratim të Këshillit Ministrave, ky institucion do të monitorojë veprimtaritë që lidhen me zhvillimin e turizmit. Në qoftë se kërkesa për leje do të bindësh politikave të zhvillimit të turizmit në zonën që leja kërkohet, leja nuk të jepet. Pritet plani përgjithshëm kombëtar. Mas kryerjes planit përgjithshëm kombëtar, atëherë do të keni të saktë si numrin, si volumin, si kualitetin, si tipologjinë në lejeve të ndërtimit të mundshme që do të jepen në zonën bregdetare të Shqipërisë. Puna konkrete nis me projektin pilot në Vlorë Lungomare. Në fund të muajit shkurt do të shpallen emrat e konkurruesve ndërkombëtar për projektin dhe do të ndiqet zbatimi deri në fund. Si shembull, zëvendës ministri Radovani merr pikërisht Vlorën ku çdo subjekt buzdetit do të kontrollohet nëse kryen shkelje si për shembull derdhje ujrash të zeza në det apo zhurma e lartë gjatë natës. Pastrimi i plazhit si dhe monitorimin e vazhdueshëm mbi hapësirat e plazheve publike me qëllim që të mos zihen nga privatët. Nëse pushtetet lokale që kanë administruar deri tash në plazhet, edhe subjektet private ose shtetërore që kanë administruar këta plazhe nuk do të kryejnë detyrën e tyre, do të jetë Agjencia e Bregdetit që do të merr hyrje me marr masa për pastrimin e tyre. Deri në sanksione. Agjencia që do të nisë punën më tre shkurt ka gjithsej 30 punonjës. Ata do të funksionojnë kryesisht si inspektor lëvizës në degët rajonale. Shqipëria ka një vijë bregdetare prej 400 km dhe nën kontrollin dhe administrimin e agjencisë do të përfshihen të gjitha subjektet e vendosura në gjerësinë prej 1 kilometër të Bregdetit.